Territori i Kosovës për datën 24 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme duke sjellë mot me vranësira dhe rreshje shiu në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira të shpeshta ndërsa pasditja vijon me rreshje shiu kryesisht në pjesën perëndimore dhe jugore të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 10 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 24 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 24 janar do të jetë rreth orës 6:50 minuta ndërsa perëndimi rreth orës 16:45 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 8 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 9 gradë Celsius. Pej 2 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 1 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 6 gradë Celsius. Suharek 1 deri në 10 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 9 gradë Celsius.